Do me thënë trupat respektive ushtarake baraz largohen nga kjo pikë, nga kjo zonë e errët rreth 10 km ose 10 kilometra dhe pastaj mes tyre ose vihet një kusht për respektimin e kësaj vije ose vihen trupat paqëruese ndërkombëtare, gjë që mund të jetë e vështirë për të realizuar në terren. Nëse ofensiva e re do të konfirmohet zoti Puma në një moment kur edhe frontet janë të stabilizuar, le të themi edhe kostot janë rritur ndërkaq rrezikon ndoshta kjo lëvizje të përshkallëzojë luftën pra në një tjetër nivel edhe më të rrezikshëm? Problemi është me Europën dhe me Britaninë e Madhe. Të paktën kështu deklarojnë në Kremlin, por jo vetëm në Kremlin, por edhe në shumë mass media përfshirë ato perëndimore, po acarohet situata e marrëdhënieve të tensionuara dhe kërcënimet për luftë nga të dyja palët. Do me thënë, Europa po bën gjithçka të mundur që Ukraina të mos përfundojë luftën, që të vazhdojë luftën deri në Ukrainasin e fundit dhe ju jep ato që ata dëshirojnë paratë dhe municionet. Tashti problemi është që duke marrë transhin me 90 miliardë dollar, Ukraina de facto është detyruar të vazhdojë luftën, sepse këto transhe që janë dhënë për luftë kryesisht. Dhe nëse do të ndërpritej lufta, këto para do të ktheheshin mbrapsh apo do të ndaloheshin për të transmetuar Ukrainës. Gjë që nuk i intereson atyre paramarrësve që janë nga ana tjetër, sepse ato vetura luksoze që udhtojnë në Monaco me parinë e Ukrainës janë pikërisht gjithashtu fryt i asaj politike të investimeve të shmendura që bën Europa për të mbajtur Ukrainën të ndezur në luftë me Rusinë, për të dobësuar maksimalisht Rusinë dhe nga ana tjetër nga rreth vitit 30 flitet Europa të jetë në gjendje të luftojë jo më në luftë të ftohtë dhe me ndihmë indirekte të Ukrainës apo me ndihmë ushtarake dhe prodhime ushtarake nga vendet e tyre, por në një ballafaqim drejt për drejt me ushtrinë ruse, gjë që nuk është në gjendje ta bëj aktualisht. A mendoni se është kjo ofensivë zoti Puma një përpjekje ndoshta për të ndryshuar edhe balancën para çdo negociate të mundshme që mund të zhvillohet mes dy vendeve? Unë mendoj që Rusia gjithsesi i referohet dhe le themi dëshiron të arrijë atë objektivin minimal që ka, pra të kapi, të zotrojë zonën e Donbasit përfundimisht, pasi do me thënë në një farë mënyre është zënë komplet zona Luganskut, tashmë ka mbetur një territor më pak se 80 km me 60 km, do me thënë ky territor është ai që duhet të zëjë ushtria ruse për të zënë komplet Donbasin. Kjo është rreth 17% mos gaboj të territorit të Donbasit aktual. Dhe synimi është që kjo, do me thënë ky territor shumë i fortifikuar, shumë në themi aty janë bërë investime të mëdha fortifikimi dhe ka ushtri të përqendruar nga Ukraina dhe synimi i Rusisë është për të zënë këtë territor deri në shtator. Pse deri në shtator? Ka të ngjarë që le të themi para vjeshtës, pra në shtator, mund të jetë një le të themi akt i mundshëm i paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, ndërprerja e luftës dhe Rusia do të deklarojë siç bëhet në të tilla raste, domethënë fitoren dhe çlirimin sipas tyre të Donbasit, nga ana tjetër Ukraina feston ekzistencën si shtet dhe që nuk ju dorëzua rusëve dhe të dyja palët do të shpallen fitues. Dhe presidenti Trump do të deklarojë që ai ndaloi luftën e 8 apo të 10 të radhës dhe triumfalisht do t'i thotë Kongresit, tash mund bëni zgjedhje të zgjidhin republikanët përsëri në pushtet. Zoti Puma, kush do ta paguaj faturën më të rëndë sa i përket këtij konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës? Faturën tashmë e paguajnë njerëzit e thjeshtë Ukrainës dhe të Rusisë, ata ushtarët në fronta nga të dyja palët, ata janë mish për top dhe ata e kanë paguar dhe vazhdojnë të paguajnë në mënyrë drastike çmimin e kësaj lufteje. Paria vërtet ka qenë një general shumë interesant në Rusi, një general Lebed që deklaroi që çdo luftë mund të përfundonte brenda javës nëse paria politike do të çonte bijtë e tyre në luftë.
E qartë. Por mendoni zoti Pumo se një ofensivë re nga ana e Rusisë mund të çonte në një përfshirje më të gjerë ndërkombëtare, pra duke pasur parasysh çdo lëvizje ushtarake e cila ka pasojë të drejtë për stabilitetin rajonal, por edhe atë global? Nuk është në interesin e Rusisë për të zgjeruar, domethënë, caqet e këtij konflikti dhe të përfshirjen e Europës në luftë. De facto nuk ka interes. Nuk është se nuk ka mundësi për të goditur Europën, që është, le të themi, një tjetër forcë ushtarake për sa i përket fuqisë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu Rusia nuk ka inferioritet ushtarak të paktën. Kuptohet që pastaj ku flasim për GDP, për ekonominë e tjerë, për le të themi popullatën e tjerë, raportet e tyre, sigurisht që Europa është shumë më e madhe se sa Rusia, por de facto në fuqia ushtarake e Rusisë për momentin është shumë më e madhe se ajo europiane. E keqja është që dhe europianët e kërkojnë një luftë të tillë, po ata e kërkojnë domethënë një luftë të tillë nëpërmjet Ukrainës dhe me duart e Ukrainës dhe të paktën maksimalisht aq sa mund të arrijnë të bëjnë ukrainasit për të dobësuar Rusinë, që sipas strategjisë europianëve pastaj do të jetë dobët për të ballafaquar me europianët. E qartë, zoti Pumo, kur flasim për interesin real strategjik për ato dyja vendeve dhe nga ana tjetër kur dhe ishit politike vendosin të vazhdojnë luftën, pra pavarësisht kostove të vendit apo edhe të jetës të qytetarëve, mendoni se po bëhet tashmë konflikti më shumë një çështje prestigjhi, do ta quaja, sesa një interes real strategjik? Sigurisht që të dyja palët duan të shpëtojnë faqen, domethënë të dalin nga ky konflikt fitues, të deklaruar të tillë. Unë tashti nuk do të flas për pasojat që shkaktoi kjo luftë nga të dyja palët, por është e qartë që të dyja palët kanë humbur goxha, kanë humbur në radhë parë jetën e njerëzve, që është gjëja më e vlefshme në botë, jeta e njeriut, dhe janë nuk dua dhe nuk kam mundësi dhe nuk jam në dieni të shifrave eksakte të viktimave të kësaj lufte, por ato janë të shumë të jashtëzakonshme dhe domethënë situata nuk ka të sosur në këtë drejtim. Nga ana tjetër, sigurisht që duhet konsideruar që është si është Europa apo është si është Rusia, ata do të mbeten edhe pas luftës komshim me njëri tjetrin. Në një farë mënyre nuk është e mundur krijimi i një sistemi të sigurisë e mbar europiane pa pjesëmarrjen e Rusisë. Duan apo s'duan europianët, dhe nuk ka një siguri të Rusisë domethënë në përmasat mbar botërore, nëse në këto, le të themi, proces nuk do të përfshihet Europa. Prandaj të dyja palët janë të interesuar për njëra tjetrën, edhe për më tepër në situatën e tanishme me krizën energjetike, me varësinë e Europës për karburante. Rusia mund të ishte një furnizues i mirë, i jashtëzakonshëm për karburant të lirë dhe konkurrent në çmim me atë që e marrin 3 fish apo 5 fish nga Europë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flas për gazin apo naftën. Një gjë e tillë, domethënë, mund të mundësonte përmirësimin e ardhshëm të marrëdhënieve të paktën në një nivel neutral. Sigurisht që ka zëra në Europë gjithmonë më shumë që bëjnë thirrje për bisedime. Jo më kot do thoja që edhe kryeministri Rama deklaroi në një intervistë gazetës Politico që funksionarët dhe paria e Brykselit ka gabuar shumë dhe rënd duke mos pasur bisedime me Rusinë që në fillimisht në konflikt, pasi tashti është përjashtuar nga bisedimet. Një gjë që domethënë është e qartë që duhen bërë bisedime, duhet gjetur mënyra e koekzistencës të tyre, pavarësisht nga ndryshimet, pavarësisht nga, le të themi, antipatia reciproke e Paris në Europë dhe në Rusi për njëra tjetrën, duhet gjetur një formë koekzistence me njëra tjetrën. E qartë. Mirë, zoti Pumo, do doja të mbyllja me atë që ndodhi në shtëpinë e Bardh, ku pati të shtona pra një atentat i organizuar ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump. Si e keni parë? Unë mendoj që ky është një rast i izoluar, nuk besoj që ka qenë qëllimisht, domethënë, organizuar nga një organizat që ka ndonjë mbrapa në një organizat, njerëz psikopat, më falni për shprehjen, ka gjithandej, dhe ky njeri nuk besoj që ka qenë një njeri adekuat që të bënte një diçka të tillë.
Sigurisht që presidenti Trump me shumë veprimet të tij irriton sidomos atë që konsiderohet kahu i opozitës, pra demokratët. Ai sigurisht që atentatori ishte, sipas të dhënave që deklarojnë vetë amerikanët, ka qenë një udhëtar i demokratëve dhe mos gaboj, ai deklaroi që nuk ishte fillimisht synim të qëllonte Trumpin, po të godiste ata, le të themi, funksionarët e administratës së presidentit Trump. Pra është një, le të themi, një mesazh kërcënimi i vazhdueshëm dhe tensioni maksimal në Shtetet Bashkuara të Amerikës pas kësaj politike që ushtrohet nga shtëpia e bardhë. Kjo ka, domethënë, sigurisht konsekuencat e veta edhe brenda vendit, pavarësisht se fokusimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për të bërë luftë tragjike është ajo që të jetë sa më e qetë situata në vend. Gjithmonë Amerika është shquar për atë që dinte të bënte luftra jashtë vendit, duke rritur nivelin e jetesës brenda vendit të vet. E qartë. Mirë, zoti Puma, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për mua. Mirupafshim. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme. Bashkë jemi sërish nesër, deri atëherë, mirupafshim.